njerëz të dashur, mirë mbrëma. Si jeni, si keni kaluar sot dhe si keni kohën sot? Tek neve, breshër, shi, erë, fortun, gjitha e pej. Atëre, sot do të bie në tryezën tuaj, nëse keni dëshirë ta bëni. Kur i thonë, do bëj çfarë prezantojnë të dyja? Oris me qershi. Do të na duhen këto qershit, gjysma do të jetë këtu se do t'i bëj krem. Një gotë verë, gjysmë qepe, aftësisht 300 gram oris, edhe pak gjalp, jo gjithë këra, do t'a pres, gjalpi do t'jetë në fund fare për shije, edhe disa qershi kështu, të pa grira, dhe plus në fund fare djathë në grirë. Okej, do bëj recetën si do t'a përgatis. Unë nuk e kam bërë asnjëherë, ma thanë edhe do t'a bëj provë. Në qoftë se do të dalë i mirë, do t'ja sugjeroj që t'a bëni. Edhe një video që kam bërë me Elianën dje, me të maskën që gjoj do trem janë burri, e kanë atë sa komende që ke gjetur atë ti, nuk e gjetur na një që do të rajmi njës drejt dark. Atëre gratë dashura. Burri mua nuk më ka marrë dhe të më bëj defna njës dhe ndark, se unë bëj një shaka me burrin, se çdo grua, çdo burr bën shaka me njëri tjetrin. O me telefon, o pa telefon, gjithsesi. Edhe dyta, nëse ju e pranoni që burrat tuaj t'ju rrafin njës drejt dark, atëre unë ditë them këteqe, se ca i kishin qeshur edhe ca i kishin me në zemra, ishin ajtë kënaqur me atë komend, unë ditë them këteja, e kisham dhe patriote unë atë, që bravo atyre burrave tuaj që kanë gjetur të Zotin, i kanë vënë Samarin edhe mirja bekër kanë, me qenë se ju e qoni si lavdërim këtë gjë, që burri si rregull do të rrajmë njës drejt dark. Mua burri nuk më ka as klave, as guzhunjere, më ka gruan e jetës, më ka motër, më ka shoqe, më ka nen, më ka në të gjitha kuptimet. Qofse juve burrat tuaj ju përdorin si fshesat e rrugës, bravo i qoftë, se kanë gjetur njerin me këta, edhe tia je dakord për atë që bën burri jot. Dashkër që i thonë do t'i japi një flamur të madh, edhe komplimentin, e themi jo kundra dhunës.